E para punës njerë, unë e pas që tani. E dyta, a i bordi paqes çfarë është, që përfaqëson. Pa më thoni? Është një organizëm i cili ka në synim riorganizimin e Gazës apo dhe të konflikteve të tjera të cilat vendet anëtare do të japin kontributin e tyre. Biznes privat. Çdo më thënë? Biznes privat do të vi. Ka në ftesë nga qeveria amerikane, nga shteti amerikan, nga departamenti i shtetit, ka. Jo, Qeveria amerikane e ka iniciuar këtë nismë. Jo, zotri, e ka iniciuar Donald Trump personalisht për interesat të tij, jo në emër të shtetit amerikan. Në emër të shtetit vjen qeveria, ajo ftesa nga Ministri i Jashtme, nga ambasada. Ore mos i hani sa punin për t'jasht, jo, ai juve u gënjeni, po jo mua. Dhe dal, po është burr, të dal, të debatoj me mua, të më ftoj mua atje në studio, atje ku fton gazetarët. Po e di mirë ai se që gjen po t'jem unë atje. Zot Islami, apo e shetet i Rama Sazani dhe Zvërnecin për një ftesë në shtëpinë e bardhë? Pse kush ja ka lënë Zvërnecin edhe Sazanin? Ja ka lënë Kristaqi pasurinë kështu? Çka ka lënë? Ashtu konsideron Shqipërinë ai pron private. E konsideron ai, po prap ka njerëz të gjallë në Shqipëri, ne jemi këtu, jemi të gjallë. Jemi të gjallë, zotri. Ta provoj po deshi t'jap Sazani ta shoh, e kupton ai se duhet të shoh. E kuptojnë dhe shqiptarë se që dua të them kur them ta shoh. Në këtë rast, a ka bërë po themi një shkëmbim të tillë që për të pasur një lloj favori politik dhe një ftesë në shtëpinë e bardhë, ai të bëj lëvizje të tilla për të ofruar qoftë Sazanin dhe Zvërnecin vajzës së Donald Trumpit dhe dhëndrit të Trumpit? Ore, ai me përjashtim të kokshit komplet familjen për të vajtur në shtëpinë e bardhë. Ore, nuk ka skrupulla e mor njeriu. Ore, nuk ka morale, nuk ka cip, nuk ka fytyrë. Ai shet gjithçka po të ketë mundësi. Po këtë nuk e bën se Shqipëria ka zot, se pronë Edi Ramës, ase Kristaqit, ase të shoqes, ase të shoqeve që ka ndruar një 4-15 deri tani. E ka këmbyer, e ka bërë si do ai. Jo zotëri, Shqipëria nuk është grua që ta shese ta ble si do që vjati si që ka bërë në të kaluar. Shqipëria ka zot, Sazani ka zot, shqiptarët nuk ka burë nëne që shko në hynë Sazan pa të durgjak. Bajni mund të që thash. Me gjitha të është politika amerikane, është politika e tyre, është punë e tyre, nuk e di se si do veprojnë. Nuk kam të drejtë, se nuk kam të dhëna. Di këtë që Amerika ka drejtësi dhe në Amerikë po shkele ligjin e di se shpret. Me gjitha të ka dhe politik që e bën lidhje me rastin në fjalë, që ka të bëj me një spiun të shumë ngjyrave, me një spiun të Greqisë, spiun i Serbisë, spiun i Moskës, spiun i Pekinit, spiun i francezëve, spiun i anglezëve, i tërve, ky është spiuni ka një konglomerat ngjyrash spionazhin kurris. Zoti Islami, ka lëvizje kohët e fundit në SPAK, por edhe nga Byroja Kombëtare e Hetimit, por ende nuk janë të konfirmuara mbi një goditje të mundshme ndaj ministrit mbrojtjes Piro Vongu, lidhur me kontratat e mëparshme në portin e Durrësit në raport edhe me Belinda Ballukun. Ju si shikoni këtë lëvizje? A ka vërtet lëvizje nga ana e SPAK-ut kundrejt Piro Vongut apo ndonjë ministri tjetër sa i përket qeverisë së kryeministit Edi Rama? Piro Vongu është shtetas grek, është me komësi dhe shtetësi greke, dhe sa ta shikoj që kërcënohet për t'u arrestuar, do njoftohet dhe do t'i thonë ik shpejt në Greqi. Dhe do iki Piro Vongu, do vej në Greqi. Dhe do shofës, se fjallët e mia juve ju kanë dalë, po mund kam të keqen që i di ose i ndjej dhe i them para kohe, dhe pa ndodhur. Po do ndodhë, do iki në Greqi e. A i s'grek, zotëri, se shqiptar. Ati shteti shqiptar, Edi Rama, krye hajduti i ka varur ujë për të mëlqit një qafë me atë. E kupto se do të thotë që t'i japësh Greqisë
është Qeverisë një shtetas grek, në Ministrinë e Mbrojtjes së Japës shtetas i grek, që Greqia nuk pranon asnjë kryetar bashkie, nuk e pranon nga turqit e Thrakës, që ka 500.000 turq atje. Jo më do t'i japin dhe pushtet. Ore ne kemi mbaruar, ore është e keqe, urgjente që duhet shëllënjosur me themel Partia e Punës Komuniste Socialiste drejt me të mirë në Shqipërisë. Kjo klasë politike duhet tërët nga pushteti. Pik. Zoti Islami, çfarë po ndodh me marrëveshjen e detit mes Shqipërisë dhe Greqisë, ku duket se kjo çështje ka rënë heshtje dhe as Athina dhe as Tirana zyrtare nuk e kanë ngritur më këtë çështje, e cila duket se po kalon tërësisht në heshtje dhe ndoshta mund të plas në një moment të caktuar që mund ta shohim. Pra që kohë sa kemi në krah Shtetet e Bashkuara të Amerikës, grekët nuk do guxojnë kurrë që ta hapin atë çështje. Ata vërtet marrëveshjen tradhtare antikombëtare të Sali Berishës të majit të tetorit 2009 e kanë në fuqi, e kanë miratuar në parlament. Neve e rrëzoi gjykata kushtetuese, por grekët nuk duhet të shpresojnë fare që të mos u shkojnë në mend, sepse nuk mund të ndodhë gjë e tillë. Marrëveshja e detit është e paligjshme. Ne kemi 12.000 milje siç i kemi pasur, edhe ato kemi. Problemi është që ne nuk kemi forca detare që të dalim përballë dhe të themi çoroni shkoni ndihmë ata, sepse ju i keni ndjekur ngjarjet politike, i keni tekstet shkollore të shkollave fillore dhe të mesme dhe nëntëvjeçare, dhe keni parë në ndonjë vend që të shkruhet që grekët kanë bërë agresion kundër Shqipërisë? Në asnjë vend. Nuk e thonë. Përmendin ta shkruajtur provokacione të Bushit 1949, që në fakt ato provokacione i krijoi Enver Hoxha me urdhër të Titos edhe të Stalinit, sepse horizonte me armë që nga Durrësi vinin makinat Stejf dhe shkonin dhe shkarkoheshin në Vidohov me artilleri, me municion, me të tëra. Pra, grekët e dinin mirë atë punë dhe në fakt u shkoi këtej ngacmimi, pavarësisht pasaj se u zbythën sepse patizot vendi këtu. Por lidhur me këtë që tham me grekët, askush nuk thot që kanë bërë agresion ndaj nesh. Kanë bërë agresion zotëri, kanë sulmuar, me kanë ardhur me luftanie në 1857, mos gaboj. Kanë në vitin 1875, para lidhjes Prizrenit. Kanë bërë agresione edhe më të tmerrshmin dhe më shkatërrues ka qenë lufta dhe mësymja që bën Korvit e Venizelosit në 1914, që dojën komplet Shqipërinë e Jugut, e rrafshuan, edhe në 1920 po të njëjtin, dhe kuislingët shqiptar, ja prishurit shqiptar, palacot e parlamentet edhe të akademinë shqiptare, nuk thonë asnjë fjalë që grekët na kanë sulmuar dhe i kemi pasur armiq, por janë nënshkruar katërcipërisht kërkesave greke, diktatit grek, dhunës greke. Ne qeverisemi nga njerëz të shitur, nga tradhtar, nga palaco, nga maskarek, që kanë dhënë poste të kyçe me vota të vjedhura, me ndihmën e policisë, edhe mbajnë pushtetin me dhunë.